Përshëndetje, ju themi edhe këtë javë gjithë juve shikues dashur se jeni duke shoqëruar me emisionin Amel në ekranet e televizionit të Vënia. Sot në rubrikën Një ditë me mua kemi vendosur më ardhe dhe me i vizitu policinë e trafikut rrugor këtu në kryeqytet, se si është dita atyre, mirë po edhe se si shërbejnë makinat inteligjente si tashmë është pajisur policia e Kosovës dhe se materiali ndërim fonde do i kuptoni të gjitha. Përshëndetje, sot e kena planin mbikëqyrjes të rregullimit trafikut me veturë inteligjente, së bashku me neve në ekipi gazetarët që kanë mundësinë me na shoqëroj neve gjatë inspektimit në teren në rrugët e Prishtinës për kontrollat e ndryshme që detektohen me veturën inteligjente. Unë e vazhdu me dy nga policët e trafikut rrugor këtu në kryeqytet në veturën inteligjente të policisë së Kosovës, cilëve që kanë na shpjeguar me konkretisht se çka është vetura inteligjente, për çka ose çfarë gjoba në trafik i evidenton kjo veturë. Dërun faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve dhe me televizionin tonë, me gjithë shikuesit, me na tregu pak më shumë për punën e juve, mirë po edhe për veturën inteligjente të policisë Kosovës. Po e ndërrume pa problem, jemi njësia trafikut kryeqytetit rrugor, jemi pajisur me veturën inteligjente e cila ka pajisjen inteligjente të integruar në sistem. Kjo është domosdoshmë pajisja inteligjente e cila i evidenton gjitha kundërvajtjet që bëhen në trafik. Domosdoshmë ka opsione të ndryshme prej evidentimit të kundërvajtësve të cilët janë të paregjistruar, te kalimi i shpejtësisë, mos respektimi i shajës, te kalim vit plot dhe shumë kundërvajtje tjera, përdorimi i telefonit, gjitha këto i ka opsione të cilën mundemi i selektu varësisht se çka po dojnë. Për shembull, sot na jemi duke raportu ose duke verifiku kundërvajtësit cilët nuk kanë regjistrim në automjetet e tyre. Do të thënë nëse një veturë është duke lëvizur në rrugë dhe nuk ka regjistrim në themi kështu ti ka kalu koha e afotit të regjistrimit, vetura inteligjente verifikon me njëherë. Po, me njëherë verifikon, për shembull se patëm pak më herët një rast i cila ishte data sot është 29/04/2026, ku veturës i ka kalu domthonë regjistrimin në datën e sotme. Edhe kjo me njëherë evidenton në sistem edhe na tregon që ky automjet nuk ka regjistrim për momentin dhe na mundemi të njëjtën nëse dojmë mundemi me ndal vetë edhe me verifikue nëse është e vërtet kjo, po që zakonisht çdo herë është e vërtet. Ose nëse dojmë na mundemi edhe me shku përmes postës, shkojna në bazën tonë që kemi, ku e bëjmë evidentimin e automjeteve dhe personave. E verifikojmë kush është pronari edhe evidentojmë se a ka regjistrim ose jo, përsëri për sigurinë që më kon sa më saktë. Nëse ka numër të kontaktit personi, na e kontaktojmë në telefon përmes telefonit zyrtar të bazës, edhe e njoftojmë për kundërvajtjen që është kryer, edhe e njoftojmë për procedurën, domethënë që është shqiptuar një kundërvajtje edhe të njëjtën duhet me ardhë ose nëse nuk vjen mund m'ia dërgojë me postë. Mirë po kjo e njëjta del në Kosovë brenda 2-3 ditëve edhe e njëjtë është informuar për kundërvajtjen që ka shqiptuar. Po, kundërvajtja shkon e gjitha në mënyrë digjitale, themi kështu të mirë, po ajo çka është më e rëndësishme e dënoni sot, i shkon kundërvajtja sot, pasi që i ka kalu koha e regjistrimit të automjetit, apo themi kështu prisni derisa edhe vetë pronari i makinës ta shoh që i ka kalu, sepse ndoshta shumica nuk mund ta dinë që sot ka qenë dita e regjistrimit të veturës. Dëgjoj, na e kemi mundësinë që me shqiptu me njëherë, mirë po normal na e dim që edhe vetë jemi vozitës edhe mundemi mos me vrejt me njëherë, zakonisht 2-3 ditë e para dhe një javën e parë, nuk është që ju shqiptojnë atë gjuha për shkak me udhëzon një farapsire edhe popullit që me krye regjistrimin ose me vrejt. Mirë po nuk mundu me thonë dikush që ka kaluar 2 javë, 3 javë edhe me thonë valla sipas na vrejt. Kështu që ne zakonisht e bojna shqiptimin bazë të sistemit. Nëse sistemi e kap, ne printojmë atëherë do të me atë gjobë me evidentue edhe me shqiptu në librin e etiketave që na e kemi. Po gjithçka shkon në mënyrë elektronike, po nëse nuk paguhet. Tregom, a mundet me u themi kështu të me sekuestru vetura e personit, apo ndonjë ndalesë gjatë kalimit ndonjë pikë kufitore, apo si shkon kjo procedura mbas nëse personi investor nuk e pagun këtë pjesën e dënimit. Dëgjoj, sa i përket konfiskimit të automjetit, ligji e parasheh që deri në 30 ditë, nëse automjeti i ka kaluar regjistrimi, i konfiskohen vetëm targat. Mirë po, nëse
kalon mi 30 ditë, minimumi domthonë, na jemi të obliguar me konfisku edhe automjetin. Ndërsa sa i përket kundërvojtjeve të tjera që i has për shembull përmes pajisjes inteligjente që është i kalimi i shpejtësisë, është që i konfiskohet patentën shoferi, pola njoftohet përmes telefonit, nëse nuk ka numër telefonit përmes postës, dhe i njëjti mundet me ardhë edhe me marrë gjobën, nëse ai vetë nuk u konë të vëzit, do të më tregu kush u konë personit të vëzit, edhe më ju shqiptu personit që realisht të konë, sepse na kemi shumë firma që shohim që kanë shoferat e vetë edhe normalisht kanë personit të autorizuar kundërvajtja. Mirë po, nëse personi autorizuar nuk e pron shoferin i cili është ka qenë ato momenti duke vozit automjetin, ai atëherë gjoba i mbetet personit të autorizuar, përfaqësuesit. Për momentin jemi në rrugët e Prishtinës, jemi në rrugën Agim Ramadani, ku jemi duke patrullu për kundërvajtje që mundë me i has. Për momentin jemi të shku mëse po hasim ndonjë kundërvajtës për regjistrim. Shohim automjeti e ka has një veturë e cila është në paregjistrim që nga data 18 shkor 2026. Do ta ndalojmë njëjtën nëse mundemi edhe do t'ja shqiptojmë një kundërvajtje për paregjistrim. Shkoda. Mundësinë e parë, parkush mjaftas. Normal do ta konfisku automjetin komplet, mirë po ta mundsojnë avesh tabelat na jap. Sinqerisht, 18 shkort është, që 2 muaj e gjys. Do m'ja largu tabelat, na e sjell tabelat. Emni prindit ku banon? unë Rëpion. Drejtuesin e automjetit i cili është paregjistrim që nga data 18 shkor 2026, të njëjtin e kemi njoftuar për kundërvajtjen që do i shqiptohet dhe të njëjtit i konfiskohet automjeti pasi që ka kaluar më shumë se 30 ditë që nga data kur i ka kaluar regjistrimi. Vazhdojmë me shqiptim kundërvajtjes. Pasi që automjeti ka kaluar që nga muaj shkurt faktikisht nuk e ka regjistruar makinën, temi kështu të cilat janë masa që jojnë ndërmarrë si policie trafikut rrugor. Po që se kam marrë përpas që mundemi gjobën mja dërgu me postë, me njoftu përmes telefonit, ne mundemi edhe me bë ndalimin e automjetit, verifikimin dhe pastaj shqiptimin e gjobës direkt fizikisht personit, dhe i njëjti që po më është paregjistrim që nga data 18 shkurt 2026, normalisht ligji e parasheh që nëse kalojmë 30 ditë, atëherë automjetit duhet të konfiskohet komplet. Nëse kalon vetëm brenda 30 ditë të konfiskohen vetëm tabelat. Mirë po ndodh ndonjëherë që kemi mungesë të mjetit tërhec dhe në ato rast ne konfiskojmë tabelat dhe e cekim arsyen sepse nuk është konfiskuar automjeti. Si është në këtë rast. Konfiskut vetëm tabelat ose torgat ashtu siç janë, Po. të makinës mirë po tregon për pjesën monetare dhe pikë negative. Në këtë rast personi i cili ka qenë vetë duke vizitor veturën, ai hiqen ndonjë pikë negative? Jo, nuk i hiqen sepse ligji nuk e pashë të hiqen ndonjë pikë, mirë po gjoba është 200 euro. Dhe po shumë monetare. Brenda 15 ditë ka mundësinë ta paguajë 100 euro. Jemi në rrugën Bill Clinton e jemi ndalë bashkë për të patrulluar me policinë, e cilët vetë janë duke i shqiptuar gjithë shkelësit e trafikit, cilët vetë janë duke kaluar shpejtësinë e cila është e lejuar. Nderuar, mundesh më tregu sa është shpejtësia e lejuar në këtë pjesë ose në këtë zonë të Prishtinës? Po nderuar, jemi në rrugën Bill Clinton, sepse cek edhe ti, jemi në vendbanim. Domethënë brenda vendbanimit tonë zona është 40, madje janë 3 shenja të trafikut të cilat e tregojnë shenjën 40. Nëse bëhet e kalimi i shpejtësisë mbi 40 km/h, atëherë
vetë se shqiptohen kundërvajtjet, të cilat mundu me po mbi 73 km/h, atëherë të konfiskohet patenta shoferit, sepse është mbi 30 km/h kur të kalohet shpejtësia, është mundësia domthonë që shqiptohet gjoba për konfiskim të patentës shoferit për 3 muaj. Domthonë, nëse të kalohet mbi 30 km/h shpejtësia, atëherë bëhet konfiskimi i patentës shoferit nga ana jonë. Këtu kemi një kundërvajt i cili sapo e tekaloi shpejtësinë në zonën 40 është 91 km/h. E njëjtit i shqiptohet kundërvajtja dhe njoftohet mes numrit telefonit pronari. Nëse nuk ka numër telefonit, atëherë i dërgohet në adresën e tij me postë. Ne kemi sistemin të cilën e bëjmë evidentimin e adresave të personave, domthonë përmes veturave, kur regjistrohet vetura, atëherë na qet adresën e saktë se ku banon personi dhe gjoba, nëse vetë nuk mund mu njoftu përmes telefonit, atëherë gjoba i dërgohet me postë në shtëpi në adresën e cekur. Do të thonë momentalisht vetura e cila ishte duke hyrë për në qytet, ka kaluar. Po, në zonën e vendbanimit, ishte zonën 40 kur është e lejuar, është 91 km/h, të njëjtit, automatikisht i shkon dënimi domthonë, po. Çfarë është gjoba për të Gjoba për të kalim shpejtësisë ka disa gjoba për rastin në fjalë, domthonë ku e ka bërë të kalimin e shpejtësisë mbi 30 km/h, në këtë rast është 200 euro, 3 muaj i konfiskohet patenta shoferi dhe 3 pikë negative i shqiptohen. Ky është një ndër rastet i cili vetë se i shqiptu dënimi përmes makines inteligjente, i cili vetë se u verifiku që ishte duke vozitur mbi 40 km/h. E të shohim sa do kemi ndonjë rast tjetër tillë, personit konkretisht i shqiptohet dënim prej 200 eurosh në shumë monetare, 3 pikë negative dhe 3 muaj konfiskim të patentë shoferit. Vetura tjetër në zonën 40 km/h vazhdoi me shpejtësi prej 75 apo 75 km/h. 75 km/h. Çka konkretisht në këtë rast? E njëjta ka të njëjtën kundërvajtje, domthonë shqiptohet kundërvajtja për 3 muaj konfiskohet patenta shoferit, tipi negative 200 euro është gjoba, mirë po ligji i trafikut e lejon që nëse brenda 15 ditë paguhet kundërvajtja e kryer, atëherë gjoba është 50% më lirë ose 100 euro më paguhet. Në tonë personin fjalë paguan 100 euro, nëse paguan gjobën brenda 15 ditë. Dhe mirë po nuk i shpëton rregulla të tjera, konfiskimi i patentës shoferit edhe pikëve negative. Patjetër ashtu është, edhe mundu me cek, diçka që është shumë e rëndësishme për kundërvajtësit, që nëse nuk e paguajnë kundërvajtën në fjalë, pas një viti, e njëjti ose kurdo që i bjen që ka me dërgu veturën për regjistrim, i njëjti nuk mund me kryer regjistrimin e automjetit pa i pagu gjoba, domthonë atëherë pasi të kalon 15 ditë që duhet me pagu gjobën e plot. Edhe kështu që është një borë më e madhe për kundërvajtësit nëse nuk i kryen pagesat e gjoba brenda 15 ditë. Vazhdimisht kemi persona ose vetura të cilët cilëthyen rregullat e trafikut. Po sigurisht që sistemi vazhdimisht i evidenton kundërvajtësit dhe tabelat e tyre. Po. Brenda 20 minuta mundu me vrej që rreth 100 kundërvajtje kryhen spaku në këtë rrugë. Na zakonisht nuk shkojnë, sidomos ne kemi një fal limiti të kilometra dhe 10 km/h, na nuk mirëmi me këta kundërvajtës faktikisht, sepse po. Të gjitha te kalojnë shpejtësinë 40, mirë po na nuk shkojmë tash me shqiptu kundërvajtje për që është duke kaluar 3-5 km/h. Të gjitha kundërvajtjet që vetë se i verifikon makina inteligjente, verifikohen pastaj edhe nga vetë policia. I nderuam tregona që shkon procedura deri tek dorëzimi i gjobës tek vozitësi i makinës. Po nderuam më së pari kur të hasim kundërvajtjen, se për shembull kjo që ishte 99 km/h të kalimi shpejtësinë në zonën 40, kemi sistemin i cili e bëjmë tek PDF-i edhe shkojmë print, domthonë vrehet fotoja e automjetit, ka qenë duke lëviz, tabelat e tij, shkruan edhe sa ka qenë duke te kalu sistemi, domthonë shpejtësinë e lëvizjes, edhe njëjta printohet përmes printit. Mirë po, shkon tek pasagjerit, sistemi që tek vozitësi. Kjo i bashkohet kundërvajtjes së shqiptuar, domthonë i ngjitet që me pas dëshmi se ku ka qenë personi, automjeti, cili ka qenë domthonë tabelat e tij dhe sa ka qenë duke te kaluar shpejtësinë, ora, gjithçka është e saktë, data, gjithçka është e saktë. Ose po shihet, limiti është 40, shpejtësia është 99 km/h, data e sotme 29/04/2026, ora 11:04, drejtimi Arrevin, domthonë ka qenë duke ardhur nga drejtim tonin.
edhe është numri i senzorit i cili e has shpejtësinë që e ka marrë. Po ashtu kemi mundësi edhe të njëjtat kundërvojtje secila i selektojmë disa kundërvojtje që janë kry, edhe i vendosim në USB, edhe shkojmë në kompjuterët tonë që kemi në zyre, i vendosim dhe të njëjtat mundën me printu prej printerëve tonë ato që kemi, dhe kjo do të bashkangjitë si dëshmi që dëshmon çatë kundërvojtje që shkryhen nga kundërvojtësi. Dhe se cekëm verifikojmë personin, pronarin e automjetit, e verifikohet edhe numri, kontaktohet mes telefonit, tregohet se ku është has, çfarë kundërvojtje ka kry, dhe pastaj i shqiptohet gjoba. Njëjta që të regova edhe më herët del në e-Kosova, ose njëjta mund me marrë personi vetë fizikisht edhe me pranu kundërvojtjen. Pas përfundimit të pikës kontrollit për hasjen e kundërvajtësve për te kalim të shpejtësisë që patëm në rrugën Billington dhe patrullime të rregullta në rrugët e kryeqytetit, ku kemi hasë disa kundërvajtës të cilët nuk kanë pasur regjistrim në automjetit e tyre, të cilëve ju kemi shqiptuar disave gjoba në mënyrë fizike, disave do të dërgojmë përmes postës të cilat do t'i njoftojmë realisht. Ne po vazhdojmë drejtim stacionit për të shqiptuar kundërvajtjet ku do t'i verifikojmë kundërvajtjet dhe pastaj do t'i shqiptojmë gjobat, edhe do t'i njoftojmë gjithashtu kundërvajtjet të cilëve ju shqiptuar gjoba për te kalim shpejtësisë dhe po ashtu për regjistrim të automjeteve. Unë po du ju falenderu shumë të dyve që sot gjetët kohën edhe na morët neve ekipës televizionit, mirë po dhe gjithë shikuesit e emisionit Amël bashkë me juve edhe me pasë se është një ditë e një polici faktikisht, mirë po edhe se për çka shërbejnë edhe se si shërbejnë veturat inteligjente të policisë së Kosovës. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Dashur shikues, ishim bashkë me njësinë e trafikut rrugor këtu në kryeqytet në makinën inteligjente dhe e pam se si vepron mirë po edhe se si shqiptohen gjitha kundërvajtjet përmes makinës inteligjente të policisë së Kosovës. Për intervista të tilla dhe për materiale të tilla vazhdoni të shoqëroni me ekranet e TV1 dhe me emisionin Amël. Mos harroni, mos ndroni kanal. Shihemi të dielën e ardhshme, për meje, mirupafshim.